Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha këtë të premte në daljen e radhës para gazetarëve vijoi akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe komentoi zgjedhjen e ish-deputetit të PD-s Dashnor Sula si kryeinspektori përgjithshëm. Berisha u shpreh se Rama nuk ka shkuar në konferencë Mynihut, pasi sipas tij i kanë mbyllur dyert. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikata të parafabrikuara të na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Mynihut, nuk shkoi dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Mynih, anulloi. Ky është një akt për cilin do të shpreh mirënjohjen më të madhe të gjithë atyre që i refuzuan takimet narkodiktatorit të Tiranës dhe ja mbyllën dyert. Kreu i PD-s foli edhe për protestat e opozitës. Sipas Berishës, kryengritja paqësore nuk do të ndalet deri në arritjen e objektivave. Kryengritja paqësore nuk ndal. Ne jemi në kryengritje paqësore. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk dorëzon veten e tij. Ai e ka të qartë si drita e diellit se pezullimi i Lubis do të thot pezullimi i tij. Unë i them Edi Ramës nuk do shpëtosh dot me asgjë. Unë i përshëndes herojtë e protestës, të cilët janë të ri, nga 16 në 21 vjeç, që janë sot në gjykatë. Pa asnjë akuzë, vetëm për urrëtitjen patologjike të Edi Ramës ndaj të rive. Urdhri ka qenë të arrestohen të ri, por unë siguroj se protestën tjetër do të jetë dy fishi të rive. Se zemrimi i të rive është i pakufishëm sot ndaj tij, që don tani të ndryshojë dhe ligjet. Të krijojë një parzmore tjetër, që të vjedh si i pangopur dhe këta t'ja mbathin nga Shqipëria. Në fund të fjalës së tij, Berisha u bëri thirrje qytetarëve për t'u bashkuar në shesh në protestën e 20 shkurtit.